Këta kanë thënë që s'kishim shtabëlishëm, ishin pavarur komandantë zonave, domethënë s'mbajmë në përgjegjësinë. Pra mohuan shtabin e përgjithshëm dhe që përveç që mohuan shtabin e përgjithshëm. Ku janë dokumentat e shtabit të përgjithshëm? Na i mori KFOR-i kur kthiem në Prishtinë dhe e di që i ktheu pas tërmojsh, po unë në këtë periudhë vajta shefi kabinetit ministrit mbrojtjes dhe si isha më në shtab përgjithshëm. Ku janë këto dokumenta? Dhe mbrojtja, ç'bën mbrojtja? Pse s'ja kërkon KFOR-it, se KFOR-i dhe po i ka kthyer, ka mbajt kopjet. Pse s'ja kërkon KFOR-it? Dokumentet e shtabit përgjithshëm. Çdo gjë është e protokolluar me orë, me datë, me minuta. Kush e dha urdhën? Nuk janë paraqitur në gjyq akoma. Po nuk gjen, i kërkova unë se as në arkivin e Kosovës. Pra të gjitha mbledhjet dhe shtabi të UÇK-s që kanë qenë në protokoll. Dhe urdhët, jo mbledhje, vetëm mbledhje. Urdhët, merrim njoftim nga filan zonë, kemi këtë situatë. Jepim urdhën neve, të bëhet kjo. Pra urdhët jepeshin 100 urdhë në ditë. Të gjitha protokolloheshin. Prandaj është gjyq politik dhe fajin e kanë vetë. Se për të lehtësuar, si ja dhënë se nuk përgjigjeshin neve, domethënë nuk kishim autoritet ne të komandonim zonat dhe nuk na pjesën e komandat e zonave. Pra kjo është një, se thot një jurist francez, e thot bukur shumë, gjyqet janë pafundme kur të dy palët janë fajtore. Prokuroria është fajtore se niset me fasheteme dhe serbisë. Këta janë fajtorë se nuk po marrin dokumentet e shtabit përgjithshëm. Ç'i bën? Mund të ketë një hile këtu, ata të më falin. Mos vallësh bërë që ne të katërt e shkruam Kosovën? Sepse flasin ndryshe, kjo është një tradhti e madhe. Të humbasësh dokumentat e shtabit përgjithshëm, nëse të shuhet lufta, s'ka pas luftë. Historia do dokumenta.